derisa në rimërkëmbjen ose në rëvëndjen në funksion të fermës sërish. Prandaj ky është një sinjal shumë i fortë alarmant që instanca shtetërore duhet të ndërgjegjësohen dhe duhet të reagojnë me shpejtësinë më të madhe të mundshme. Si e ka ndjekur bota nëse vendet që janë përballur, bashkë kemi përmendur Bullgarinë, Rumaninë, Greqinë. Në Greqi me sa di unë, tashmë ata kanë standardet e Bashkimit Evropian, natyrisht edhe veprojnë dhe direktivat e Bashkimit Evropian. Jemi kandidat, por ende s'kemi bërë asnjë hap për të qenë në tillë. Në këtë sektor flasëm. Qartë. Për sa i përket veterinarisë dhe shërbimit të kafshëve dhe shëndetit publik, si më thënë, sepse janë të lidhur ato tashmë, sepse edhe ato kafshë, domethënë kemi të bëjmë drejt për së drejtë edhe me shëndetin publik në një farmase nëse llogarisim të tillë. Domethënë një vatër me infeksione, një produkt i kontaminuar është përbën rrezik edhe për popullatën. Por për të ndalur tek rasti i Greqisë, Greqia dominoi situatën duke në gjithë rajonin duke eliminuar kafshët dhe duke dëshpëruar për gjitha krerët. Për 160.000 krerë cilët ata eliminuan. 160.000 krerë, po. Në rajonin e diku të Thrakit, me sa di unë, ose të pjesës Maqedonisë, Thrakit quhet, ajo ka qenë vatra më e madhe dhe ata e kanë dëmshpëruar absolutisht gjithë fermerët, të gjitha krerët. Tashmë këtu ende Ministria e Bujqësisë përsëris prapë nuk ka dalë ende me një reagim zyrtar çfarë do bëhet me këta fermerë, sepse në ato çfarë thuhet se tashmë për së vërtetës edhe të jemi pak koshient, duke qenë sëmundje e re dhe ne nuk shumë gjëra dhe nuk për së vërtetës nuk i dim. Ato që çfarë tha shenjat, ne dim disa që ato shfaqin, por nuk dim rrugët e transmetimit. Thuhet që janë rrugët direkte, domethënë me kontaktin me kafshë, ose nëpërmjet ushqimit, ose në kontaktet e njerëzve, do ta çojmë, por problemi ne ende nuk i dim inkubacionin se sa shkon, vazhdimsinë e sëmundjes, ende nuk e dim mënyrën e transmetimit, që mund të jetë edhe si virozë dhe me ajër. Domethënë ende janë shumë gjëra të paqarta, por ajo që del si thua imediate dhe grupi krizës që duhet të reagojë me njëherë, duhet të ndalojnë në mënyrë të menjëhershme lëvizjen e kafshëve. Janë friksuar fermerët? Është një Keni sinjal. telefonata të friksuar? Kemi shumë fermerë që janë të... Është frikë, absolutisht është frikë. Familja e tyre është, po në një farë formë. Është dëmi jashtëzakonshëm ekonomik që shkaktohet një familje fshatare. Absolutisht. Ne dim në çfarë niveli janë dhe me sa mund e kanë atë punë dhe atë, si më thënë, dhe atë fermë që kanë ngritur. Kështu që ne nuk mund ta shpërdorojmë atë. Kjo është një kampan alarmi për të reaguar fort dhe në kohë. Për të thënë, domethënë që... Janë të friksuar, janë të panikuar? Absolutisht janë të panikuar, sepse e kanë të lidhur jetën, mundin, të ardhmen e tyre me blektorin edhe me këtë punë. E kuptoj.